Po, sigurisht me ndje, besoj që kemi ndjerë kësi që kur kemi arritë play-offin, por besoj që eksperienca në ndeshjet e fundit e kombëtarës ka ndregu që zhvillimi ka qenë i mirë i kombëtarës dhe besoj që eksperienca e ka bot veten dhe besoj që do jemi gati nesër të japim maksimumin. Sigurisht që kundërshtari ka një nivel të lartë dhe do provojmë gjithçka për me arritë këtë ëndër. Unë besoj që ekipi do jetë gati sepse është një rast i madh dhe besoj që nuk ka shumë lidhje eksperienca në këto ndeshje, por është dëshira me vullneti djersa çdo gjë që lën në fushë dhe besoj që ai që është më i aftë do fitoj. Për me qenë e vështirë është shumë e vështirë, nuk ka dyshim aty sepse është një nivel në vitet e fundit të them sa më aq lartë, besoj që është shumë e vështirë të arrijnë sulmuesit. Ai është një ndër atyre sulmuesve që ka bërë karrierë kaq të gjatë në ato nivele, por prapë nuk do jem besoj vetëm që ta provojmë ta ndalim me Lewandowskin apo tjerë lojtarë, besoj që duhet gjithë skuadrat të jetë në momente të mira, siç në mbrojtje, siç edhe në sulm. Besoj që në këtë moment nuk jam në atë pikë që të vendosi siç cilën ta preferoj, por besoj që si kapiten me bën një histori kaq të madhe me Shqipërinë, besoj që do jetë e mrekullueshme dhe pa fjalë, por besoj që duhet të shikojmë hap pas hapi dhe besoj që ndeshja më e rëndësishme është nesër, të mendojmë vetëm për nesër, pastaj të shikojmë çfarë do ndodhi. Unë besoj që shanset kur ti hiq në fushë janë gjithmonë 50-50, kështu që unë jam gjithmonë ai tip që hi në fushë gjithmonë për fitore, kështu që besoj edhe gjithë kombëtarja. Rrisia besoj që ka qenë e mirë dhe e madhe, besoj që kemi marrë shumë eksperiencë në ndeshjet e fundit, të kohët e fundit dhe besoj do na ndihmoj edhe nesër. Por taktika besoj që vendos trajneri, por të sulmojmë apo të mbrojmë, besoj që të dyja gjërat duhen me qenë pothuajse perfekte për me fitu kundër një kombëtare siç është Polonia.